Klani Ali Bey, ashtu si klani Çopja, kishte një prani të madhe në Shqipëri dhe në mbar Evropën, dhe për këtë arsye ata ishin bërë rival të frikshëm dhe të rrezikshëm për çdo grup kriminal të ngjashëm. Operacionet e tyre dhe reputacioni që kishin ndërtuar ishin të fuqishme dhe përplasjet mes tyre shpesh përfundonin me përshkallëzim të dhunës, vrasjeve dhe akteve të pastrimit të parave. Lufta e tyre për dominimin e tregut të drogës dhe territorit ishte e ashpër, dhe ndodhi që humbja e një dërgese kokaine të çonte në një përplasje të fortë që nuk do të ndalonte derisa të dy palët të dëshmonin se kush ishte më i fuqishëm. Të dy klanet ishin të përfshirë thellë me trafikun ndërkombëtar të drogës dhe stakës ishin të larta, pasi tregu evropian i drogës ishte jashtëzakonisht fitimprurës. Klani Çopja i udhëhequr nga Franz Çopja ishte i njohur për metodat e tij brutale dhe për rrjetin ndërkombëtar që kishte ndërtuar. Nga ana tjetër, klani Ali Bey në drejtimin e Ardit Spahiut ishte një organizat po aq e pamëshirshme dhe vendosur për të ruajtur dominimin e tij, dhe të dy grupet e kishin bërë të qartë se do të bënin çdo gjë për të siguruar përparësinë mbi të tjerët. Rivaliteti mes tyre u bë shumë personal, dhe dhuna që pasoi ishte e paprecedent për standardet e botës së krimit të organizuar.